Tani do përballoni edhe fjalën time si zakonisht të shkurtër. Mendoni pak ishte e thënë që fati ynë të na sillte në një përballje të tillë. Në një përballje si përfundimtare me historinë tonë të gjatë dhe të mundimshme, duke na dhënë neve, shqiptarëve të dekadës së tretë të shekullit të 21, shansin që t'ja ndryshojmë për gjithnjë rrjedhën historisë. Tamam këtu, tamam tani, mu në një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do të qeverisë 4 vjet dhe një mundësie historike për Shqipërinë që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin Evropian të Shqipërisë dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dore me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Evropës. Prandaj edhe është krejt ndryshe nga të gjitha herët e tjera mbledhja jonë sot këtu në këtë shesh, ku qëndron dëshmitar dhe udhëfyes stoik shëmbëltyra e profetit ton kombëtar, hipur mbi kalin e historisë shqiptarëve. Ka thënë dikur një mendimtar evropian, nëse është e vërtet, siç e pohon edhe vetë Kurani, se Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet në gjuhën e tij, Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Dhe këtu në këmbët tona, me qindra e me mira plakzat e sheshit që mban emrin e profetit, rrëfejnë hijen e gjatë të qenies sonë shqiptare, nga njëri cepi vendit në tjetrin, po edhe përtej. Tokën e zhuritur nga gjaku, lotët dhe djersën e shqiptarëve në shekujt e shumë të ekzistencës tyre, dignitetin burnor dhe jeshin amësore të kësaj toke. Rrëfejnë një copë martire të trupit e Europës, dëshmitare kobesh të padëgjuara dhe përtritjesh që nuk kanë të dytë nga njëri cep i kontinentit në tjetrin dhe përtej. Rreth 100 vjet më parë, një udhëtar evropian shkruante se ndonse pak orë lundrimi e ndajnë Italinë nga Shqipëria, teksa zbret në brigjet e saj, do kishe vënë bast, se ky vend nuk ishte Europë, por ishte Azi. Të thoshe se Shqipëria ndodhet në Azi, çdo profesor do të vinte notën 0 në gjeografi, por sensi i realitetit do të kishte vënë notën 10, thot ai. Por ja që koha e deshi, fati ynë i madh e deshi, që në këtë shesh të Skënderbeut, kërthiz e Momodheut dhe Xhevahir i kryeqytetit tonë evropian,
i lëmuar si një gur që ka rënë nga yjet dhe i panë si një det i lundruar nga historia, ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Për ne, sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës dhe fundi i historisë sonë jashtë saj. Përpara nesh është vetëm një datë, 11 maj, e afërt sa 30 mëngjese, dhe pasaj është vetëm një mandat, i gjatë sa 4 vjetë, për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Mos